Dhe vazhdon Allahu Azza wa Jall të na mësoj neve për këtë nënshtrim që duhet kemi ndaj tij me historitë e profetëve. Me historinë e Yunusit alayhi salam, i cili kur ishte në barkun e balenës, 3 errësira, në errësirën e stomakut, të peshkut, në errësirën e detit dhe në errësirën e natës, ai u drejtua Allahut duke thënë: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. E madhëroi Allahun Azza wa Jall. E pasi e madhëroi Allahun, regoi për veten e tij se ishte gabimtar. Tha: pa dyshim o Allah, nuk ka zot tjetër përveç teje. Patmeta je. Në të vërtetë që unë isha e atyre të cilët ishin keqbërës. Ejubi alayhis salam, kur sprova atë e kishte gjetur, ai nuk i tha Allahut: ma hodhe këtë sprovë, më godite me këtë sprovë. Jo. Tha: o Zoti im, mua më ka goditur fatkeqësia. Ti je më i mëshirshmi të mëshirshme. Ma largo mua këtë fatkeqësi. Shikoni çfarë edukate. Pra tregoi për ulje përpara Allahut. Profeti Musa alayhis salam i drejtohet Allahut duke thënë: çfarë do lloj gjëje o Zot që ti zgjedh të më japësh mua, më jam i nevojshëm për të. Është shumë i rëndësishëm që ne të mësojmë se si të drejtohemi Allahut. E nëse të pyet, thot Allahu, robi im për mua, thuaj se unë jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Por kjo lutje duhet vi që ti në zemrën tënde ta dish, je i pa Zoti për ta ndryshuar gjendjen tënde, dhe vetëm Allahu është ai i cili e bën këtë gjë të mundur. Pra ky hap i parë që është mbështetja tek Allahu, vi me nënshtrim të plot ndaj Allahut. Ashtu siç na e ka sjellë Allahu shembull profet pas profet.